Kapet në Lushnjë i shumë kërkuari nga Interpoli. Është arrestuar në qytetin e Lushnjës një 57 vjeçar i dënuar me 24 vite burg në Itali si pjesëtar i një organizate kriminale. Fatbar Haxhiu, alias Bardul Haxhiu, merrej me trafik të lëndëve narkotike. Finalizohet nga drejtoria e forcës së posaçme operacionale, operacioni policor i koduar Operacionalia 42, i dënuar nga autoritetet italiane me 24 vjet burgim si pjesëtar i një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike, kapet në Lushnjë 57 vjeçari. Si rezultat i koordinimit të punës dhe shkëmbimit të informacioneve me partnerët italian nëpërmjet strukturave homologe Interpol Tirana dhe Interpol Roma, shërbimet e drejtorisë forcës së posaçme operacionale në kuadër të operacionit Operacionalia 42, lokalizuar në Lushnjë, kapën dhe vënë pranga me qëllim ekstradimi në Itali. Shtetasin Fatbar Haxhiu, alias Bardul Haxhiu, 57 vjeç, banues në Lushnjë. Ky shtetas ishte në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma pasi gjykata e apelit e Napolit Itali në vitin 2008 e ka dënuar me 24 vjet burgim për veprën penale, organizata kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë shqiptar ka trafikuar sasi kokaine 15 deri në 130 kg në Cezerta, Itali. Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Rom për të finalizuar ekstradimin e këtij shtetasi në Itali, thon Blut në njoftimin zyrtar.